pozicion. Faleminderit Granit. Historia është e gjatë dhe unë nuk po futem në detaje sepse pjesën më të madhe ju e shpjeguat, po më lejoni që të bëj disa interpretime teknike të aty rezultateve që këtë ndërguar paktën dy referencave të para që ju referuam analizave të shkurtit të këtij viti dhe rezultate analizave të kryera së fundi në Autoriteti Kombëtar i Ushqimit lidhur me mostrat e turshive të marra në tregun shqiptar në operatorë të ndryshëm të biznesit ushqimor. Unë para se të futem në detaje, duhet të them diçka që është lidhur me laboratorin që kryen matjet të tilla dhe detektimin e pesticideve. Është një laborator në Itali, nuk mund të paragjykoj, por thjesht duhet i drejtoj Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, për njohur edhe me publikun, që ky laborator që ka kryer testet e analizave sa i besueshëm është, sepse mbas rezultatet e analizave do të vinte edhe një informacion lidhur jo me numrin e mostrave, por edhe me klientët që ka laboratori, por thjesht me akreditimin dhe kapacitetet akredituese që zotëron ky laborator. Është mjaft e rëndësishme kur bëhet fjalë për raste të tilla. Se laboratori ka certifikat akreditimit të entit certifikues italian ose jo, dhe nëse ky ka kryer ring testet besueshmërie ose jo, për të parë që matjet që ka kryer janë të sakta ose jo. Këto janë pyetjet që unë, ose për të thënë shkurt, ky është dyshimi im, lidhur me matjet, sepse pash që kishte pothuajse kalon numrin e qindsheve, numri i substancave të analizuara, dhe të analizosh një numër të madh kaq shumë substancash, natyrisht që duhet kesh kapacitetet të forta analitike, por njëkohësisht edhe njerëz të kualifikuar. Dhe këtë e bëjnë vetëm laboratorët ose qendrat e referencës. Gjithsesi kjo është pjesë tjetër, por kjo ishte thjesht për të sqaruar publikun, por edhe Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. E dyta, ju e thatë me të drejtë që ka patur një ngjarje kur në mostrat e para të analizuara në shkurt ka patur një substancë që është dimepeperat, që është një pesticid i ndaluar i cili nuk lejohet të përdoret më në vendet e Bashkimit Evropian. Se kujtohem tani kur e fokuson kamera logon e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Në gjitha emailët, pavarësisht se unë nuk i lexova gjitha fjalë për fjalë, është kërkuar që në këtë emision, për gjithë masat e marra, gjithë çështjen e ndjekur, gjithçka çfarë mund të kishin për të thonë, ata është ftuar dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Për qenë pjesë, siç është ftuar edhe në atë të 20 shkurtit, sigurisht nuk kanë dënjuar. Ndaj është ka rrija bosh e tyre, sigurisht me logo, du ta thoja që në fillim. Po, dimepeperat ka qenë ai një tiokarbamat, një substancë e cila përdoret si insekticid tek kulturat bujqësore, por është ndaluar. Ka qenë i përdorur përpara dhe është ndaluar në Bashkimin Evropian për të përdorur më. Nuk janë kryer analiza për këtë lloj substance, po me sa vura re kishte një substancë, një derivat të këtij grupi, që është një substancë tjetër dimetomorf, më duket se ishte kryer si analizë dhe matja tregonin që ishin brenda normave. Nuk jam fort i saktë se pash në listën e tyre. Po mund ta ndihmoj regjia sërish me atë materialin me numër 9. Ajo që ka të gjitha substancat që fillojnë me D në fillim. Po, është numri 9. Dhe situata është e tillë që ne jemi para një fakti kur janë... Mund ta shikosh, profesor, këto janë ato që fillojnë me D. Dimetomorf, po është, ja ku e kemi para fundit. Dimetomorf, është kryer. Është fungicid i kryer. Kështu që ka një matje të